Добър ден на сите, мирдита, милиони шпрeh knatësinë që jam sot këtu në Сакам да Дибër изразам задоволство што денеска сме во Дебар. dhe pas 30 ditëve po По ritakohemi 30 përsëri дена повторно се сретнуваме fizikisht edhe pse физички gjatë gjithë kohës kemi qenë në и покрај kontakt. тоа што цело време бевме во контакт. Milioni fillimisht shpreh ngushëllime për familjet e atyre të cilët Едно сочувство кон семејствата ndruan jetë si rezultati кои не се virusit веќе меѓу нас поради dhe болката од tu коронавирусот dëshiroj të smurve и që да им të посакам shërohen на sa më болните shpejt. многу брзо да оздрават. Milioni të uroj qytetarëve Dibran Им për честитам на дебарските дисциплинен, граѓани за дисциплината vetë sakrificën, и се она што сторија për të bërë model за да станат модел se si duhet luftohet kjo како e треба keqe да e се përbashkët. бори ова зло. Milioni të falenderoj dhe të uroj kryetarin e komunës Благодарам Dibrës и честитам на градоначалникот dhe на Дебар komunës qendrës и Zhupa центар Жупа dhe shtabit komunal të и Dibrës општинскиот штаб на Дебар për punën e jashtëzakonshme që kanë bërë gjatë gjithë се kësaj она што periudhe, сторија во изминатиот период, që sot jemi në situatë ta Deneska da smo përfundojmë u gjendjen e sostojba. krizës да заврши кризната состојба dhe të kemi pothuajse një javë pas и një да rast имаме pozitiv. една недела без позитивни случаи. Po kjo në asnjë mënyrë nuk duhet na liron dhe Но relakson, ова не значи да не релаксира, për shkak se kjo e keqe ka shumë të panjohura бидејќи ова лошо има многу непознати dhe duhet të jemi gati и për треба да сме këto të готови panjohura. за овие непознати. Si koordinator i qeverisë Како координатор во владата, për shtabet komunale për за mbrojtje dhe општинските shpëtim, штабови за заштита и спасување, dua t'ju bëj me сакам dije да ве se информирам qeveria ka aktivizuar дека gjitha владата mekanizmat ги për t'ju ndalë në активизираше ndihmë сите механизми за да излезе во помош dhe do jemi и ќе бидеме në bashkërendim të gjitha aktiviteteve tona заедно edhe со në нашите periudhën që активности и во vjen наредниот период. me qëllim që përfundimisht Со цел të dalim nga kjo situatë dhe të kthehemi Дефинитивно jetës да излеземе од ова состојбе, да се jetës вратиме normale. на нормалниот живот. Dhe për fund И за kemi крај, 3 qëllime që duhet Imame t'i 3 цели luftojmë. кои треба Një да се është të бориме. vazhdojmë të parandalojmë Едно. përhapjen, Да продолжуваме да возможеме да не се проширува, në në 2 t'i shërojmë Dva. sëmurit да ги оздравиме болните, dhe në 3 I tri. t'i zvoglojmë pasojat да ги намалиме socio-ekonomike. социјално-економските Për последици. gjitha këto qeveria ka bërë За planet e сите veta овие të veprimit. владата има своји планови. Ju falenderit shumë për Благодарам momentin. многу.